behind the scenes. O, ka po vjen, more çunë mula, prej kelmeni do sotula. Prej kelmeni. Ja, më bukur është ajo pjesa kur thot nuk jam djal o për me u korite, jam çunë mula o pushkë me qite. Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi në podcastin e radhës të Forumit Shqiptar. Është një kënaqësi e veçantë dhe një motivim ndryshe kur bisedon me të rinjt tonë, me të ardhmen tonë, me kaq entuziast, kaq të rinj e kaq intelektual, të cilët janë ardhmja jonë e sigurt. Kënaqësi e veçantë të prezantoj sonte me ne Artën dhe Kastriotin, të cilët kanë qenë pjesë e Akademisë Politike të Forumit Shqiptar. Mirë se keni ardhur në podcast. Mirë se gjetme, faleminderit. Po fillojmë me ju, Kastriot, ju mbaroni, pra jeni në përfundim si për të fushës së matematikës, pra do të jeni një matematicien të radhës. Pse zgjodhet matematikën apo pse është lëndë eksakte? Sinqerisht që nga fillimet e arsimimit, ma shumë më kanë shkua shkencat natyrore, edhe kur nuk i kam pa mërziti me i mësua, me i ushtrua. Ajo është arsyeja kryesore, arsyeja tjetër është edhe se duke e parë pikërisht zemës kryeministrin Gjelosh, ai i cili është matematicien, pse jo të hecim hapave të. Është su dëshmua kjo fare thash unë Arta në fillim apo se të rinjt tani kemi shumë entuziast dhe shumë kërkues. Dhe kjo është shumë pozitive për të ardhmen tonë, dëshirojmë shumë suksese Kastriot dhe nuk ka dyshim që ti do të jesh një nga elitat tona politike të vendimmarrjes të shqiptarëve në Maltezi. Në tjetër anë kemi Artën e cila ka përfunduar në juri, jeni juriste e diplomuar. Pse Arta juriste? Mendoj që juridiku është një fakultet që ofron shumë mundësi të mira. Mua personalisht më kanë interesuar gjithmonë temat që lidhen me shoqëri, zakonet, ligjet, në përgjithësi se si funksionon gjithçka në jetën e përditshme. Dhe mendoj që kjo ka qenë zgjedhje shumë e mirë për mua. Profesionet e ndryshme me interes të përzidhshëm dhe unë shpresoj, nuk dyshojnë fakt se ju do të jeni ata që t'i ushtroni në shoqërinë tonë. Arta, pse ju shtyri të jeni pjesë e Akademisë Forumit Shqiptar? A ju intereson politika që në të ardhmen të jeni pjesë e vendimmarrjes? Kjo kishte me qenë shumë interesante pasi që femrat shqiptare nuk janë aq të kyçura në politikë sa duhet, ndoshta është edhe një motiv më shumë që ju të jeni pjesë nesër si një intelektuale e re, pjesë e vendimmarrjes. Patjetër, pse jo? Për mua personalisht nuk kam qenë asnjëherë e kyçur në politik, po kjo ka qenë shumë mundësi e mirë për gjithë të rinjt ta mban. Politika për mua personalisht është mënyra se si organizohet një shoqëri dhe si merren vendimet, dhe si ndikojnë në jetën e përditshme. Në çdo fushë. Në çdo fushë dhe shpesh perceptojnë politikën vetëm përmes zgjedhjeve dhe politikanëve, por personalisht për mua mendoj që është shumë më gjerë se kaq dhe mendoj që përrek çdo fushë të jetës përditshme. Absolutisht pajtoj me ju dhe një mesazh shumë i bukur dhe si e pat Akademinë Politike. Ishte një mundësi shtesë për të rinjt shqiptar në Maltezi, pasi që kjo ishte mundësi vetëm për antarët e forumit për gjithë të rinjet të shqiptarë në Maltezi? Mendoj që ka qenë shumë mundësi e mirë dhe më ka motivuar që pse jo dhe të kyçem më shumë në politik, duke marrë parasysh se është pakicë numri i femrave politikës. Po, që marrin vendime. Që marrin pjesë në politikë. Ka tërheq shumë vëmendjen ideja për të njohur njerëz të rinj, për të fituar përvoja të reja dhe për të marrë pjesë në aktivitete të reja që mund të sjellin pse jo dhe diçka ndryshe për komunitetin tonë. Kastriot, si ju e përjetuat angazhimin dhe pse në Akademinë Politike? Po, sinqerisht jo, nuk më tërheqi vetëm Akademia Politike, po më shumë Akademia Politike e Forumit Shqiptar. Pse kjo? Sepse jemi të vetëdijshëm çka po bën Forumi Shqiptar në 6 vitet e kaluara, dhe se si integrohen shqiptarët
çfarë investimesh ka në viset shqiptare ku nuk ka qenë as s'kan mujë me parashikua se 50% të investimeve të cilat bëhen sot mund të arrihen. Dhe ajo është arsyeja kryesore për të cilën unë u kyça në akademinë politike dhe e shoh si një fakt dhe një dëshmi se Forumi Shqiptar beson edhe në të rinjt shqiptar në Malzi. Për ju si të rinj, çfarë kishit veçuar në kjo akademi politike? Si a ishit kënaqur me organizimin, me lektorët, me ligjëratat, me temat të cilat u trajtuan, pasi që dëshira jonë ishte që ne të sillim një risi, diçka të re, jo vetëm si akademi, themi kështu, si shkollë ose si trajnim, por të jetë edhe një mënyrë tjetër e komunikimit, e bashkëpunimit dhe trajnimit për të gjithë shqiptarët. Po, sinqerisht, është shumë e vështirë të veçoj, ta them nga fillimi, nuk e kam pritur se do të jetë kaq mirë organizuar për faktin se është e para herë, por është shumë e vështirë të veçoj një rast apo një lektor kur e dim se gjithë lektorët, gjithë ligjëruesit kanë qenë me fytyrat më të njoftuna të shqiptarisë, nga ministra, deputet, gazetar të njohtur, dhe me gëzoj fakti kur e pash një gatishmëri nga ligjëruesit që të debatoj me ne, dhe se kritikat tona që nuk ishin të rralla i morën me shumë relaksim. Një ligjërues që dua të veçoj është nga gazetarët më të njoftun të Kosovës, Lirim Mehmetan, me cilin e kisha një debat pak më energjik. Por përfundimisht le mendoj se nuk mungon temat aktuale, jo protesta, jo kush është pro Albinit, kush është pro Ramës e kështu me radhë, apo jo. Ashtu. Një gjë shumë pozitive ishte edhe mesazhet ose feedbacku që kishim nga ligjëruesit tonë për ju, sepse kishte edhe pyetje me spec. Arta ishe e ti nga ato që bëshe pyetje shumë vështira për lektorët, apo jo? Dhe çfarë veçon ti nga akademi? Jam ashtu prej natyrës pak me i bë pyetjet me spec, po gjithsesi mendoj që ka vijur shumë mirë, dhe mendoj që e kanë pranuar pyetjen, gjithashtu dhe përgjigjet janë dhëna në nivel standard. Mendoj që nuk është ofenduar kurkush për shembull nga pyetjet apo ku di unë ku të. Por mendoj që ka vijur në mënyrë perfekte dhe mendoj që është një mundësi shumë e mirë për të rinjt, edhe ju kisha sugjeruar të gjithëve, duke marrë parasysh se shpesh themi se duam ndryshim. Edhe pikërisht mendoj se përmes këtij angazhimi aktiv mund të arrim dhe qëllimin dhe të kontribuojmë për komunitetin tonë. Një mesazh shumë i qartë dhe shumë i bukur nga ju për të rinjët tonë, dhe ky ishte edhe qëllimi jonë që të ndryshojmë politikbenin e shqiptarëve në Malzi. T'ju ofrojmë të rinjve mundësi të reja, projekte të reja, natyrisht se kjo akademi politike do të vazhdoj edhe në të ardhmen, dhe ky podcast dhe shumë projekte që na presin, së bashku që ju ta merrni timonin e në të ardhmen drejtimit të shqiptarëve në Maltezi, në politikë dhe në fusha tjera të ndryshme që janë me rëndësi të veçantë për komunitetin tonë. Kastriot, si shihni ju situatën politike në Malsi edhe të shqiptarët në përgjithësi? Po sinqerisht mendoj se shqiptarët kur ma të integruar nuk kanë qenë, dhe jemi dëshmitar se për çdo ditë në dalje në kafene në Podgoricë ma shumë negojmë shqip afër institucioneve shtetënore ku janë të punësuar shqiptarët, e cila nuk ishte para kësaj qeverisë më rame. Dhe ajo është arsyeja kryesore pse them se Forumi Shqiptar ka bën të drejtë pse është kyç dhe është pjesë e kësaj qeverie. Edhe vetë fakti se ka kritika, unë mendoj se ato kritika duke e ditur nga analitiqentat evropian, cilët thonë se pakicat që nuk janë në qeveri ato shuhen, ajo është edhe një arsye tjetër që Forumi Shqiptar të jetë në çdo qeveri, dhe ashtu mendoj se edhe në qeverinë e ardhshme kushdo që të jetë shumicë duhet të jetë Forumi Shqiptar. Dhe vetëm me atë angazhim mund të kontribuojmë për vendin tonë dhe për shqiptarët në Malzi. Me vjen shumë mirë që të rinjt sidomos se ne keni kuptuar shumë qartë se kjo është një standard, një praktik. Besoj se pajtohet edhe Arta me ne europiane që pakica çdo herë duhet të jetë pjesë e vendimarrjes
për të vendosur për fatin e vetë dhe këtë standarde ka, natyrisht edhe këtë standarde ka arritur Forumi Shqiptar. Arta, çfarë kishit shtuar ju për situatën politike dhe në përgjithësi për angazhimin e të rinjve, të rejave në politikë? Unë jam shumë dakord me kolegun tim, do kisha shtuar patjetër. Është shumë e rëndësishme të dëgjohet zëri i gjitha komuniteteve të tjera, të kenë mundësinë që t'japin kontributin e tyre, sepse mendoj kur përfshihen njerëz të ndryshëm, edhe vendosën vendime pozitive për të gjithë. Pra, kur janë të kyçur mendime të ndryshme dhe vendoset deri tek një vendim përfundimtar. Po, mendoj që një mesazh shumë i bukur dhe domethënës se ky ishte edhe qëllimi i Forumit Shqiptar dhe për këtë akademi politike, sepse pozitat dhe marrja me politik të jeni të sigurt se është dalje nga komoditeti. Por në tjetër anë, komoditeti nuk të çon larg. Dhe është obligim sidomos ju, të rinjët intelektualit e reja, që të kontriboni për vendin dhe për kombin, se vetëm në këtë mënyrë do t'ju ndihmoni neve, nesër juve, dikush tjetër, që me mendime të ndryshme, si tha Arta, jashtëzakonisht bukur, të vim deri në një përfundim më i mirë i mundshëm për të ardhmen. Çfarë kishte me qenë mesazhi i fundit për teleshikuesit, për të rinjët në përgjithësi, natyrisht, gjithni tek shqiptarët fokusohen më së shumti? Mesazhi im kryesor është se jam i bindur se rinia sot, rinia kur keni qenë ju në fillimet tuaja të politikës, Lënika, Ivani dhe të tjerët nuk e kanë pa fushën gati siç e kem na sot. Na sot e kem forumin në kulmin e saj politik dhe e kemi gati rrugën për ata që duan të kontribuojnë për vendin e vet të hinë në politik, dhe mendoj se është rruga më e drejtë dhe rruga edhe e vështirë, por më e drejta për të kontribuar për vendin tonë. Arta? Unë do ju kisha sugjeruar të gjithë, pa marrë parasysh se çfarë profesionit kanë, me çfarë merren, çfarë studiojnë, domethënë politika është gjithmonë pjesë e jetës sonë, edhe mendoj që duhet të kyçemi maksimalisht në politikë. Për të vendosur bashkë. Veçanërisht femrat. Veçanërisht tani pajtoj plotësisht sa mesazhe të bukura nga ju dhe një motiv i jashtëzakonshëm edhe për ne se kemi potencuar si edhe unë, edhe Nika, edhe Ivani, edhe të tjerët natyrisht se edhe pse ne nuk e kishim këtë mundësi, si e thatë, më mirë që ndiheni ju si të rinj këta, ne e kemi obligim që juve, pra zëratat e... Në këtë rast edhe marrë vëmendjen t'ju falenderoj pa mas juve, partin, organizatorët, Nik Gjeloshaj që na ofruat këtë mundësi dhe thjesht jemi shumë falenderues dhe shpresoj që do t'jemi nesër pas nesër në pozicionet tuaja. Natyrisht, kjo është një motiv shumë për ne që t'ju mbështesim maksimalisht sepse ju e meritoni. Faleminderit edhe nga ana ime dhe u përgëzoj dhe u suportoj dhe do ta keni besoj suportimin dhe përkrahjen e shumicës së rinisë, së malësisë edhe të tjerave shqiptare. Ne jemi këtu dhe kemi obligim. E kemi obligim që të bëjmë për ju, sepse ne kur e bëjmë për ju, e bëjmë për të ardhmen e vendit e të kombit, kur kemi një rini që ndoshe të shkolluar si kur jeni ju, malësia kombi shqiptar nuk është në rrezik, është një perspektiv të jashtëzakonshme, edhe unë besoj, shpresoj dhe apeloj të gjithë të rinjët të jenë pjesë e këtyre projekteve, sepse vetëm është fillimi i projekteve që Forumi Shqiptar i ka për qëllim për të integruar të rinjët, për t'ja u dhënë vendin e merituar, si tha Arta, në mënyrë posaçme femrave, sepse e meritojnë në çdo aspekt. Në emër të kësaj ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Që ishit pjesë e podcastit dhe ju dëshirojmë gjitha të mirat. Të nderuar miq, faleminderit edhe juve që na ndiqni, gjitha të mirat dhe shifemi në podcastin e radhës të Forumit Shqiptar.